emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Ky muaj i bekuar është muaj i përjetimeve të mëdha shpirtërore. Nga këto përjetime është pikërisht edhe namazi i Teravis. Për të folur më shumë rreth namazit të Teravis dhe vlerës që ka ky namaz i bekuar, kemi të ftuar kryeïmamin e Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj, Ibrahim Beqiri. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se ju gjem. Atëherë, namazi i Teravis. Çfarë është ky namaz? Cila është rëndësia e tij? Çfarë vlerë ka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht, të gjitha falenderimet i takojnë krijuesit ton, Zotit të madhruar. Salavatet, lutjet, përshëndetjet, bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë këtë rrugë të ndritshme islame. Të nderuar, fillimisht falënderit për ftesën. Jam i privilegjuar të jem musafir i juaj dhe në këtë rast e lut Zotin e madhruar të gjithë besimtarëve islam të u lehtësoj agjerimin në këtë muaj të bekuar dhe ta pranoj prej tyre. Kur jemi te namazi i Teravis apo i Teravive, kisha dashur fillimisht të bëj një qasje rreth të kuptuarit të termit apo nocionit teravi në aspektin gjuhësor etimologjik. Fjala teravi është shumës që rrjedh nga njësi terwiha apo raha, rawaha në gjuhën arabe, që do të thotë pushim, qetësi, çlodhje apo ndërprerje e shkurtër. Në aspektin terminologjik, islam është për qëllim namazi i natës apo një namaz i cili aplikohet natën në muajin e bekuar të Ramazanit, ose që falet gjatë netëve të muajit të bekuar të Ramazanit. Nga dhe për çarsye u quajt namazi me pushime apo me ndërprerje. Nga se sahabët apo bashkëjetuesit e profetit Muhammed alayhi salam, kur e aplikonin këtë namaz, ata në çdo 4 rekate e bënin një ndërprerje të shkurtër, për këtë arsye dhe u quajt namazi me pushime apo me ndërprerje. Namazi i Teravive do thot namazi në përkthim, namazi me pushime apo namazi i çlodhjes. Namazi i Teravis pra ndryshe është namaz ku bëhet përjetimi shpirtëror. Mënyra si falet tek ne, domethënë natyrisht dihet, por a ka këtu ndonjë gabim apo është në rregull mënyra si falet tek ne në Kosovë këtu namazi i Teravis? Sa i përket aplikimit të namazit Teravis dhe mënyrës se si tek neve aplikohet ky namaz dhe ky adhurim specifik në muajin e bekuar të Ramazanit, unë fillimisht do të kisha folur për vlerën siç e drejtuat edhe pyetjen në aspektin shpirtëror dhe shpërblimin që vjen nga ky adhurim i posaçëm në këtë muaj të bekuar. Më së miri ka folur i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salam në një nga thënjet e tij profetike, ku ka ardhur në transmetim autentik se men qama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush falet në Ramazan, kush i fal Teravit, me besim të thellë në krijuesin Zotin e madhëruar dhe me shpresë në shpërblimin që rrjedh prej tij, Allahu i madhruar do t'ja fal mëkatet e së kaluarës. Imagjino
një besimtar që ka kaluar mbi 50 vite mosh, apo 60 vite mosh, me përkushtimin ndaj Zotit, duke falë këtë namaz të muajit bekuar të Ramazanit, në muajin e bekuar të Ramazanit, Allahu ja pastron gjithë të kaluarën e tij. Imagjino 60 vite, 70 vite mosh, Zoti ja pastron, ja finjos, ja bën zero të kaluarën e tij, ku ka nder, ku ka vlerë, ku ka kënaqësi më të madhe se gjithë kaluarën tënde me një adhurim të posaçëm, me një përkushtim, me një angazhim i cili edhe është i realizueshëm, është i mundshëm për tu realizuar, Allahu me ta bërë këtë nder. Pse pikërisht me pas këtë vlerë të madhe, ky namaz në këtë muaj të bekuar, namazi teravive. Zoti i madhëruar në disa ajetet të Kur'anit e përdor shprehjen mubarak. I thot natës së Kadrit lejletun mubarake, natë e begatshme. Pastaj e kemi shtëpisë Shejt Qabës bekuar, i thot mubarakan, wa hudan lil alamin, është e begatshme dhe udhëzuese. Pastaj profeti Islam kur flet për muajin e bekuar të Ramazanit dhe kur i sihariqon, i përgëzon sahabët, shokët e tij, e përdor termin mubarak. Thot etakum shahrun mubarak, ju erdhi një muaj i begatshëm. Çfarë do thot shpreha mubarak? Madhështinë e një kohe të caktuar, siç është shembull nata Kadrit, siç është shtëpia e bekuar e Zotit, Qabja e madhruar, siç është muaji i bekuar i Ramazanit, vetëm Zoti e di çfarë vlere, çfarë madhështie, çfarë peshe ka. Për këtë arsye edhe veprat, adhurimet që aplikohen në këtë muaj të begatshëm kanë vlerë të madhe dhe të papërshkruar, pa limit. Edhe namazi teravive, apo ky adhurim që bëhet specifik në këtë muaj të bekuar, për hir të madhështisë, bereqetit dhe këtij termi që Zoti e ka quajtur Shahrun Mubarak, muaj i begatshëm që e ka interpretuar profetin hadith, jep vlerën e madhe kësaj nate të bekuar. Por sa nderohet dhe sa aplikohet me përkushtim tek neve në vendin tonë ky namaz dhe sa i kushtohet rëndësi, ndonjëherë sigurisht edhe nga keqkuptimet dhe nga lajmet që lancohen në rrjetet të ndryshme sociale, në YouTube e kështu me radhë, dikush i ka dhënë të drejtë të vetës, dhe të flas dhe ndoshta pa pas kompetencë të flas për këtë çështje, pa të drejtë dhe pa autorizim, del dhe nxjerr një fetva apo i huton besimtarët duke thënë se namazi i teravive ka kaq rekate, mund të falet me kaq rekate e kështu me radhë, e harron se ai bëhet shkaktar ti privoj besimtarët islam në këtë muaj të bekuar të arrijnë një vlerë të madhe dhe të arrijnë një shpërblim shumë të madh në këtë muaj të bekuar. Konkretisht, kur jemi te vlera shpirtërore që arrin besimtari në këtë muaj, përveç pastrimit të mëkateve që realizohet me faljen e teravive, manifestohet edhe madhështia dhe efekti që ka dhënë agjerimi. Shumë prej dietarëve islam e kanë kuptuar se agjerimi është namazi teravive është një përgjigje që ka dhënë efekt agjerimit gjatë ditës, siç ka ardhur në transmetim, men same fa eqame, ai i cili agjeron ditën dhe falet natën. Cili është statusi juridik i namazit të teravis në islam? Kur jemi te dispozita apo statusi i këtij namazi, dietarët islam, por edhe shkolla juridike që ne i përkasim, shkolla hanefite, e konsideron namazin e teravive sunnet muakkade,
Sunet i sigurt apo sunet i fort, i rregullt, të cilin pejgamberi alayhi salam e ka praktikuar në këtë muaj të bekuar. Argumentet janë të shumta se pejgamberi alayhi salam edhe vetë ka praktikuar këtë namaz, por edhe i kanë nxit sahabët ta falin këtë namaz. Ka ardhur në transmetim të saktë që e ka regjistruar Imam Buhariu në koleksionin e tij, transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha, nëna e besimtarve, se pejgamberi alayhi salam doli një natë në muajin e Ramazanit dhe e fali namazin e teravive dhe ju bashkangjitën xhamati, ju bashkangjitën sahabët, u formua xhamati. Pastaj edhe natën e dytë doli, filloi mu shtu numri i besimtarve, i sahabëve, i xhamatit. Doli edhe natën e tretë, sa që ka në transmetime që u stërmbush xhamia nga interesimi dhe entuziazmi i madh për ta falë këtë namaz. Kur erdhi nata e katërt, pejgamberi alayhi salam nuk doli në xhami për ta falë këtë namaz, dhe kur erdhi koha e namazit sabahut, pejgamberi alayhi salam u fali namazin e sabahut dhe mbajti një fjalim para sahabëve duke ju thënë: unë nuk dola për ta falë namazin e teravive me ju, fjala natën e katërt, vetëm nga frika se mos po bëhet obligim, mos po bëhet farz, ky namaz e do të jetë i rënd apo mos ju rëndoj juve në adhurim. Pastaj ka ardhur transmetime tjera transmetime, një sahabi me emrin Argjafe tregon se Aliu radiallahu ta'ala anhu i urdhëronte besimtarët, i urdhëronte bashkëtuesit e tij për këtë namaz dhe emronte apo angazhonte një imam për gjinin mashkullore, për burra dhe një imam për gjinin femrore, për gra. Dhe ky adhurim që nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është praktikuar edhe nga sahabët e deri tek neve. Cila është koha për ta falë namazin e teravis? Kur duhet filluar? Kur duhet mbaruar? Po, koha e namazit të teravive fillon me përfundimin e namazit të yatsis, edhe përfundon apo ka kohë limiti apo intervali kohor për të realizuar i këtij namazi është deri para kohës së namazit sabahut apo para vitrit. Përfundon namazi yatsis, pastaj vazhdojnë me namazin e teravive dhe vitri falet në fund. A lejohet të falemi brenda shtëpive tona apo duhet prezantuar në xhami së bashku me xhamat për ta falë namazin e teravis? Cila është më mirë? Po, namazi i teravive, siç e tham më herët, në dispozit është sunet muakkade, do të thotë një vepër e rregullt, e sigurt që e ka bërë pejgamberi alayhi salam, dhe shpërblimi për të, për aplikimin e këtij namazi, shpërblimi shumë i madh, e sidomos kur jemi në muajin e Ramazanit, sa është namaz specifik, dhe lënia e këtij namazi ka vërejtje dhe ka qortim. Por edhe falja, mënyra, trajta e aplikimit këtij namazi ka shpjegim. Ky namaz lejohet të falet edhe individualisht, lejohet të falet edhe në shtëpi. Por vlera e këtij namazi me u fal me xhamat, në kolektiv, është shumë e madhe. Pejgamberi jon kur flet për namazin në kolektiv në xhamat, thot salatul jamaa afdal bi salatil fadh bi 27 darajatan. Namazi që falet me xhamat, që falet me kolektiv, me imam, e ka vlerën për 27 gradë, 27 shkallë më të madhe se sa namazi që falet individualisht, që falet vetëm. Namazin, dietarët kanë thënë, namazin e teravive, edhe në mënyrë të organizuar me xhamat, me fal në shtëpi, nuk e ka vlerën sikur me u fal në xhami.
Nuk e ka vlerën sikur me fal në xhami, se namazi që falet në xhami, ai ka pozit lartë Allahu xhaleshanu. Për çka? Këtu janë disa arsye. Arsyeja parë është se i dërguari i Zotit thot e habbul biladi ila Allahi masajiduha, vendet më të dashura për Zotin tokë janë xhamit. Pse janë vende ekskluzivisht që adhurohet Zoti. Dhe përderisa është vendi dhe lokacioni më i dashur, më i preferuar për Zotin, edhe adhurimi në të është më i dashur dhe është më me vlerë. Pastaj muaj i dashur i Zotit, Ramazani është muaj më i dashur, muaj më i mirë, muaj më i bekuar që e ka veçuar i Madhi Zot. Dhe ibadeti në këtë muaj është i veçantë, e të falet në mënyrë grupore, me xhamat, në xhami e ka vlerën më të madhe se sa me fal në shtëpi. Për ndryshe, lejohet edhe të falet në shtëpi, në rrethana të caktuara, lejohet edhe të falet vetëm, është në rregull krejt, dhe të mos neglizhohet se ai i cili e lën asgjë, e pas ka dispozitën sunet, nuk qenë ka obligim, po e kalon dhe e humb një shpërblim të madh. E humb një shpërblim të madh se namazi teravive aplikohet vetëm në Ramazan. Nuk ka jashtë Ramazanit teravi. Më pëlqeu një ditë një dietar islam shumë bukur e bëri një komparacion, një analogji me tavafin që bëhet në shtëpinë e bekuar në Çabe. Tha, pse pas namazeve, 5 kohëve të namazit, nuk ka diçka më me vlerë se tavafi. Tha, njëra prej arsyeve është se tavaf nuk bëhet çdo kohë në botë. Vetëm në një vend bëhet tavaf të sjellrit dhe madhrimi i Zotit, vetëm në Çabe. Edhe teravit aplikohen vetëm në muajin e Ramazanit. Për këtë arsye edhe kanë shpërblimin më të madh dhe nuk bën asesi të neglizhohen. Pra shpërblimi më i lartë që arrihet nga namazi teravis është prezantimi në xhami. Por kur shkojmë në xhami, ti falim 8 apo 20. Sa i përket numrit të rekateve të namazit të teravive, është një çështje më se e njohur, më se e ditur dhe e sqaruar shumë mirë. Që nga sahabët e pejgamberit alayhis salam, bashkëjetuesit, bashkëvepruesit e tij, e deri në ditët e sotit, ka konsenzus islam, ixhma, se numri i rekateve të namazit të teravive është 20. Është 20. Disa që pretendojnë se namazit teravive i ka 8 rekate, bie ndesh me argumentet e qarta që kanë ardhur në transmetime autentike, se pejgamberi alayhis salam disa mendojnë se i ka fal 8 rekate. A qëndron e vërteta dhe ku qëndron e vërteta? Pejgamberi alayhis salam është e vërtetë se kur e kanë pyet bashkëshortën e tij, nënën e besimtarëve, se si e ka fal pejgamberi alayhis salam namazin e teravive. Nuk është bë pyetjave sa rekate i ka fal, po e kanë bërë si e ka fal. Neve shpesh në vend se të bëjmë pyetje për cilësinë, bëjmë pyetje për sasinë. Kur e pyetën bashkëshortën e pejgamberit sam se si e falte pejgamberi alayhis salam namazin e natës, gjithsesi Ramazan teravit, ajo thoshte, i falte 4 rekate, pastaj pushonte. La tas'al an husnihin wa tulihin. Mos pyetët aq bukur dhe aq gjatë i falte. Disa dietar kanë thonë, që e kanë hulumtuar në transmetime të sakta, se çfarë ka lexuar pejgamberi alayhis salam nga Kur'ani në faljen e namazit të teravive, nëse e deshifrojmë sot, na del, ose nëse e masim, na del mbi 2-3 orë ka zgjat namazi i teravive që ka fal pejgamberi alayhis salam, aq gjatë dhe aq bukur siç ka në transmetimin e Aishës. I ka fal 4 rekate, ka pushu pak, pastaj i ka fal 4 rekate dhe i ka liru sahabet që të falen edhe në shtëpi, të vazhdojnë. Pastaj në kohën e Omerit, se namazit teravive vazhdoi të falet, edhe në kohën e Ebu Bekrit pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, e në kohën e Omerit kishte ndryshuar trajta mënyra e organizimit e këtij namazi, dhe Omeri radiallahu ta'ala anhu një ditë i shoqëruar nga një sahabi me emrin Abdurrahman
dolin në një xhami në netët e Ramazanit, edhe po i sheh se besimtarët, sahabët, disa faleshin me një skajt xhamisë, 2, dikun 3, atje dikush vetë, Veç e veç. po, të ndarë, shto veç e veç. E atëherë Omeri po i thot këtij bashkëshoqëruesit të tij, tha, sa bukur, tha, do të ishte që këta xhamat, këta njerëz këtu të shpërndar, t'i organizonim dhe t'i bënim një xhamat të vetëm, të bëhen së bashku dhe të falen me një imam. Edhe kështu veproi Omeri, e angazhoi një sahabi me emrin Ubej ibn Kabi, që ishte i shquar me lexim të Kur'anit, e angazhoi që t'ua fal imam namazin e teravive, dhe ata të gjithë organizuan, u bën një xhamat dhe filluan me fal namazin e teravive me 20 rekate. Me 20 rekate. Edhe që nga ajo kohë të gjithë sahabët e pranuan këtë trajt, edhe mënyrën e të falur së bashku, por edhe numrin e rekateve. Omeri pastaj ditën tjetër apo natën e radhës doli dhe i pa që u falnin në mënyrë të organizuar së bashku, si që falemi ne me një imam, edhe u shpreh, tha, ni'metil bid'a hadhihi, tha, sa risi e mirë, tha, që u ba, i bashkuam njerëzit edhe po falen së bashku. A thua Omeri nuk e diti numrin e rekateve? Subhanallah. Nuk e diti numrin e rekateve, sa u dasht me i falë, sa i pas ka falë profeti Islam, a i ka falë 8 apo 20, a thu, nga mendja e ti e lirë, nga disponimi, nga momenti, a i nëzori këtë shifër dhe i angazhoj të falen 20 rekate, do të thotë, jo, ajo, veprimet e Omerit, qëndrimet e Omerit edhe sahabëve të mëdhaj, ato kanë paralemrim profetik, janë sunet, janë legjitime në Islam. Pejgamberi Zotit ju thoshte sahabëve, po dhe na ka thënë neve gjithashtu, aleikum bi sunneti wa sunnetil khulafa'ir rashidin wal mahdiyyin min ba'di. Ju porosis, ju apeloj, kapuni, përmbajuni sunetit tim dhe sunetit e shokëve të mi, khulafa'ir rashidin. Ata ishin njerëzit që e kuptuan udhëzimin më së miri, edhe këshillat, edhe mësimet nga profeti i Zotit. Transmetimi që ka ardhur tjetër që diskutohet, se kur e kanë pyet Aishën për numrin e rekateve, është përmend i ka fal 4, pastaj 4, 8 me një pauzë, dhe e ka fal vitrin 3 rekate. Këtu po dalin numri rekateve totalin 11 rekate, s'po del 20. E keni parasysh? Disa kanë thënë se këtu e ka bazën që 8 rekate i ka fal pejgamberi sa, e nuk i ka fal 20. Të nderuar, dietarët Islam, kur ju kanë qas kësaj çështje dhe këtë hadith, kur e kanë elaboru e kur e kanë interpretu, kanë thënë, Aisha radiallahu ta'ala anha, aja jetoi pas pejgamberit alayhis salam, jetoi edhe në kohën kur numri 20 i recateve teravis filloi mu apliku dhe u bë shumë i njohur. Si ka pas mundësi, thot, nëna e besimtarve që një pjesë të madhe të fesë ka transmetu, mos me reagu kur ka ndodhur kjo lejthitje, si ka mundësi kjo me ndodh, subhanallah. Por thot, përderisa këtë sahabët kanë qenë të mendimit, unanimisht e kanë pranu se numri i rekateve të namazit teravive është 20, edhe 20 duhet të falet, këtu nuk ka asnjë dilemë. Sahabët e kanë falë 20 rekate. Tabiin, gjenerata pas tyre 20 rekate, imam të shkollave juridike 20 rekate e kanë falë, e deri tek ne mbi 14 shekuj namazi i teravive falet 20 rekate, edhe ky është numri legjitim. Ky është numri legjitim edhe numër, do më thonë shifër që ka mbështetje dhe ka do thot argumente. Pastaj, sot në vendet qendrat islame, në vendet e shenjta, në Mekë e Medinë, sa rekate falet? 20 rekate. Në Kairo, 20 rekate. Në Bagdad, në Damask, në gjitha qendrat botërore islame, kjo është çështje më së e ditur. Por është për të ardhur keq. Është e dhimbshme që disa, duke mos i dëgjuar dhe respektuar dietarët kompetent, eminent, që kanë folë për këtë çështje dhe kanë sqaruar se namazi teravive i ka 20 rekate, disa kanë ra kushtimisht po e tham edhe viktim e këtij interpretimi se namazi teravive i ka 8 rekate dhe ata në muajin e bekuar, një muaj
që një muaj është shans, një muaj që është shans, është rast ideal ti me fitu të Zoti, ata humbin, shkojnë në xhami, lidhen pas imamit, kur ti bajnë 8 rekate, se kam dëgju se 8 rekate i ka fal profeti, edhe shkputën pas 8 rekateve. Duke pas mundësi të vazhdojnë me shumë shkputën. Nuk e vazhdojnë me imamin, po kjo bie, përveç se nuk e realizojnë numrin 20, ata bie ndeshje edhe me një hadith tjetër të sakt të profetit, një porosit profetit. Pejgamberi sa çfarë tha? Tha men qame ma al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lejle. Kush i fal teravit me imam, lidhet me imam, deri sa ta përfundoj imami, deri në vetër, ai nuk shkputet, nuk del në 8 rekate, po qëndron me imamin, falet pas tij deri në përfundim, i shkruhet, i regjistrohet sikur të jetë fal tër natën. Pra nga fillimi deri në fund, pas imamit falesh, nënkupton namaz i veçantë sikur të jetë falur tër natën. Imagjinoj a mund të jetë këtë drejtim që përderisa ka mundësi një besimtar për të falë namaz deri në fund, taravis, plotëson nevojat e tij, kushtet e veçanta, ta vazhdoj namazin deri në fund, apo një besimtar i cili synon shpërblimin që rrjedh nga adhurimi i namazit taravive në këtë muaj të bekuar dhe shkon në xhami ta fal namazin taravive me imam, ai nuk shkëputet, nuk del në rekate të caktuara, ka me përjashtim kur ka ndonjë arsye, por jo bindje se është 8 rekate. Sa atëherë ku po mbetet vlera dhe shpërblimi që e premtoi profeti na përgëzoi se kush falet me imam deri në fund, 20 rekate deri në fund, e me vitër e përfundon me imamin, e ka shpërblimin sikur të jetë fal tër natën. Po këtu nuk është vetëm kjo tër natën. Se subhanallahu kur foli pejgamberi sa për namazin e natës, dhe taravia bën pjesë namazin e natës. Kur foli pejgamberi çka tha? Çfarë tha? Tha afdalus salatin ba'da al-farida salatul lejli. Namazi më i mirë, më me vlerë, pas atij obligativ është namazi i natës. E sidomos në Ramazan. Ramazan ka vlerë edhe më të madhe. E me humb këtë vlerë, me humb këtë shpërblim, çka do të thotë me i fal taravit me imam deri në fund? Mos mundo. E di çfarë do të thotë? Sikur e ke fal namazin e yatsis dhe ke vazhdu me namaz natës deri në mëngjes, deri në namazin e sabat nuk je ndalë duke u fal. A ti këtë shpërblim e arrin parafërsisht me një orë adhurim që falësh tek neve mesatarisht ashtu shkon, afërsisht një orë e ke realizuti me imamin që nuk je shkput deri në fund. Për këtë arsye i ftoj besimtarët, i ftoj vëllezërit tonë, sidomos një pjesë që janë hutu se ky namaz falet 8 rekate, të kenë kujdes, mos ta humbin këtë shans, mos ta humbin këtë rast edhe këtë shpërblim të madh të Zotit, por ta falin ashtu siç e falin imamët, xhamati me numrin e plot me 20 rekate. I nderuar, falenderoj shumë për elaborimin e kësaj teme me shembuj të veçantë edhe konkret. Zoti i madh ju shpërbleft. Faleminderit shumë, gjithashtu unë shfrytëzoj nga rasti t'ju uroj dhe ta lutem Zotin e madhruar që gjitha adhurimet, angazhimet, orvatjet në këtë muaj të bekuar, Zoti të na i pranoj dhe të jetë i kënaqur me ne. Zbashku. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni i sonte, deri në emisionin e radhës, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju.